Terapi të cilat janë pa pagesë, edhe testimet janë pa pagesë. 1.3 milion të tjerë u infektuan. Nga vitin 1986 deri në vitin 2025, në Kosovë janë raportuar gjithsej 246 raste të HIV dhe AIDS. Në fillim të vitit 2024 e dini sepse kemi mbajtur edhe një tryezë të ngjashme vitin e kaluar. Kemi fillu dhe në vazhdimsi të vitit 2025 po vazhdon Ministria e Shëndetësisë me implementimin dhe funksionalizimin me sukses të sistemit të digitalizimit për mbikëqyrjen e sëmundjeve ngjitse, që tashmë është i njohur SMS-ja me shkurtesën e saj. Një nismë e rëndësishme për përmirësimin e mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve ngjitse. Ky sistem i kohës, sistem modern, po ofron mundësinë për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në kohë reale, një element që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për luftën ndaj kësaj sëmundje ngjitse. Në fillim të vitit 2026, Ministria e Shëndetësisë e ka filluar pilotimin, do të fillon pilotimin e shpërndarjes së terapisë së prepit në institucionet e kujdesit parësor shëndetësor, aktivitet ky i cili ka rrjedhur nga një nismë për hulumtim për hartimin dhe miratimin e PSO-s për shpërndarjen e prepit në kujdesin parësor shëndetësor, e cila tashmë është e aprovuar. Dhe kjo do t'i hap një rrugë për ndalimin dhe përhapjes së HIV-it, sidomos në grupet me rrezik të lartë. Viti 2025 ka qenë kritik sa i përket përgjigjes globale për HIV-AIDS-in, sepse në Kosovë po dhe në të gjitha vendet tjera të botës është bërë kufizimi i fondeve, me të cilat është rrezikuar përparimi për kontrollin e kësaj sëmundje, gjithsesi arritja e synimit të asaj që është planifikuar deri në vitin 2030. Prandaj, shumë njerëz po përballen me rreziqe edhe me cenueshmëri për të drejtat që i kanë për shëndet dhe për dinjitet. Prandaj nevojitet prioritizimi edhe integrimi i shërbimeve. To terapi të cilat janë pa pagesë, edhe testimet janë pa pagesë, ndihmojnë që mos të kemi pengesa të këtyre llojeve sa i përket pabarazisë, por ende mbetet sfida e dinjitetit dhe jetës normale apo dinjitoze në shoqëri. Në fund të vitit 2024, rreth 40.8 milion njerëz jetonin me HIV, shumica në rajonin afrikan. Dhe vetëm gjatë vitit 2024 rreth 630.000 persona humbën jetën nga shkaqet e lidhura me HIV, ndërsa 1.3 milion të tjerë u infektuan. Përparimin e parandalimin e HIV-it është qelësi për një varrez të lirë nga SIDA. Megjithatë, shkurtimet e mëdha të fondeve kanë goditur rënd programet e parandalimit, duke lënë miliona njerëz pa qasje në ilaqe jetike dhe duke rritur rrezikun e infeksioneve të reja, veçanërisht tek vajzat dhe gratë e reja. Në Kosovë, UNFPA ka përkrahur aktivitete të shumta në fushën e parandalimit të HIV-it që nga viti 1999, duke punuar me qindra mira të rinj. Kosova është vend me shkallë të ulët të epidemisë, ku prevalenca e HIV-it në mesin e popullatës së përgjithshme është 9% dhe në subpopulata 95%. Të dhënat ekzistuese dëshmojnë se ne nuk kemi një epidemi të koncentruar apo të generalizuar të HIV infeksionit. Që nga viti 1986 deri në vitin 2025, në Kosovë janë raportuar gjithsej 246 raste të HIV dhe AIDS. Deri me tani, 57 persona kanë vdekur si pasojë e AIDS-it, dhe gjatë këtij viti, 2025, janë raportuar 31 raste me HIV-AIDS dhe 6 vdekje si pasojë e AIDS-it. Rastet me HIV dhe AIDS në Kosovë, pra që nga viti 1986, po shohim deri në vitin 2025, shohim një rritje të rasteve nga viti 2022. Kur i kemi 21 raste, vitin 2023 kemi 20, 2024 kemi pas 34 raste. Numri më i madh i rasteve është shënuar në komunën e Prishtinës, dhe janë 76 raste me 12 raste vdekje si pasojë e AIDS-it, pastaj është komuna e Prizrenit me 32 raste me 5 të vdekur dhe sipas analizës të dhënave, pra HIV-AIDS mbetet një sëmundje me mbizotrim akoma urban. Sipas gjinisë, 82% i përkasin gjinisë mashkullore dhe 18% janë të gjinisë femërore. Numri rasteve sipas grup moshës, shpërndarja sipas grup moshës, pra
tregon se në vendin tonë predominon grup mosha 25-34 vjeç me 35%, e ndjekur nga grup mosha 35-44 vjeç me 23%,